Në rastet kur për shkak të teprimit apo për shkak të faktorëve të tjerë ndodh që individët të cilët kanë vuajnë nga tensioni pësojnë një hipertension. Si duhet të veprojmë në ato momente? Për shembull, ndoshta nuk është moment që të fusim këmbët në ujë të ngrohtë, por mund ta bëjmë këtë veprim. Kemi këtë uthullën e mollës, jo pa qëllime solla sot, jo për reklam, por këta njerëz në të dy kategoritë, edhe ata që vuajnë me glukozën, me diabetin, pra edhe këta me tensionin e lartë, mund ta përdorim për shembull në një gotë ujë, hedhim një lugë gjelle, e tresim pak edhe e pim. E shoqërojmë edhe me hudhër edhe qep. Hudhra ka vetin së bashku me qepën që të na ulin, si thuash, atë një pjesë të alkoolit, ta neutralizojnë. Pra ne mund të pim vërtet 100 ml raki rrushi, ose 150 ml verë, ose 200 që, si thuash, e kalojmë 200 kilokalori me atë gotën e verës, 150 ml, por po të konsumojmë 2-3 thelpinj hudhra, ajo gati reaksioni që hynë midis kriprave të acidit hudrës me alkoolin, me etanolin që ndodhet te vera ose te krakia, si thuash këto neutralizohen.